Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24 në këtë ditë të njëjtë jemi live në News 24. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes të kesh një ditë të bukur e të mbar. Faleminderit gjithashtu edhe për ty zemër. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur dhe ftojmë të tek ndihuni gatimit për të parë receta që të përcjellim për juve sot. Dhe siç e shikoni çdo bëjmë sot. Sot një ditë mbas festës. Mos ndoshta në shtëpia tuaja keni bërë kulaç. Nëse jo, s'ka problem. Nëse ju ndonjëherë bëni ndonjë kulaç në shtëpi, hajde të bëjmë një recetë, domethënë shumë të vjetër që bënin gjyshe dhe nëna tona. Një lakror me kulaç. Që në vend të petëve, kulaçin e mbetur domethënë e ktheni në një tjetër gatim. Por nuk vendosni vetëm kulaçin, sigurisht, domethënë në baçën e tyre ndonjë qep, erza të freskëta. I shkon shumë në energjiku faktikisht, me qumështin, bulmetin që kanë pasur qumësh, gjalpë, djathë, vezët që kemi këtu, i bënin do me thënë një përzire këto dhe na bënin një lakror shumë të shishëm, sepse në fund fare, bukën që neve kemi këtu kulaçin, dhe neve faktikisht e bëm të kulaçin. Është që ngrotë? Është ngrotë. Sa ende, shon, ne do t'a presim? Shiko, faktikisht duhet kulaçi që t'jetë Anila i ftohtë. Po, patjetër, se ne thamë që duhet jetë ai kulaçi i mbetur, po ne nuk e kemi të mbetur, e kemi të bërë sot. Ashtu. Ndaj është i ngrohtë ende. Që kulaçin juve e dini, domethënë, unë zakonisht kulaçin, këtë lloj kulaçi e kam bërë dhe me miell misri dhe me miell gruri, sigur 450 miell gruri dhe 100 miell misri, më pak, shumë më pak miell misri, Në kokorvez, pak hirë djathi ose në pak kos brenda, si ta doni juve bëjmë. Okej. Tani çfarë bëhet? Tani këtë kulaçin nuk e bëjmë me thik, por e coptojmë me dorë. Po para se të vim te kulaçi, po unë hapa kështu si që të ftohet pak, edhe të nxjerr ato. Do të filloj, do të hedhim qepët e njoma këtu për t'i ka vërdisur, do të themi dhe recetat që kemi dhe pastaj do të vijojmë me përgatitjen e recetës. Në rregull. Fillojmë duke ndezur, domethënë fillimisht sobën, dhe të hedhim, të zbusim pak qepët e njoma. Që këtë lloj, domethënë, sipas tinës, prandaj ato herë bënin me presh, herë bënin me qep të njoma. Duke e përshtatur stinës. Stinës. Kur ishte koha e preshit, e bënin me presh. Kur ishte koha, domethënë, e qepëve të njoma, si është tani pranver, e bënin me qep të njoma. Ose mund t'i bëjmë pak presh, pak qep të njoma, edhe një tjetër shije, domethënë. Bëjnë shumë të mira. Tani do të hedhim pak vaj këtu në tigan. Dhe fillojmë me një herë nga puna. Edhe do t'i hedhim edhe në një copës gjalp, që të na zbuten, do me thënë, këto qepët. Vajulliri dhe gjalp. Këto të dyja, për bërës. Të shtojmë edhe qepët. Dhe do t'i lënë të që skuqen me zbuten, duke shtuar edhe pak krip. Edhe pak krip. Ndërkohë, kulaçi në fund do ta përsërisim pak se si e kemi bërë. Tham vetëm raportin e miellit të misrit dhe miellit të grurit. Tham në një kokorvez, pak kos brenda për ta zënë, një lugë të kafes sot, edhe vaj, një finxhan të kafes. Kaq, thjesht fare. Një përzierje të gjitha përbërësve, edhe lëni pak të pushoj, pastaj në tavë, në furrë, 25-30 minuta dhe ja ku është kulaçi. Dhe sigurisht të ju në shtëpi e bëni me njërë gati. Mielli i misrit i verdh dhe mielli për çdo përdorim do t'ju duhet për realizimin e kulaçit. Sigurisht, mielli Ola nga kompania Atlas. E natyrisht që kulaçi merr dhe këtë ngjyrën e bukur të verdh jo vetëm nga mielli i misrit, por edhe nga vezët, sepse ne këtë kulaç që është ende i ngrohtë e kemi bërë duke i shtuar brenda brumit vezën O Vital. Ndaj plotson shijen, i jep edhe më shumë vlera ushqyese, e bën më të bukur edhe në pamje, i jep edhe volum veza gjithashtu, edhe më të shkrifët. Kështu që do të kemi një recetë shumë të mirë sot që na rikthen në traditë, të cilën mbajeni shënim dhe në një moment të lirë gjatë javës, kur të keni edhe përbërësit në shtëpi, edhe pse nuk ka përbërës në fakt të vështirë, besoj janë pjesë të tryezave tona dhe e familjeve tona, bëjeni për të shijuar diçka ndryshe. Atere, ndërkohë sa të na zbuten pak qepët, le të themi Anvisave që neve do të përgatisim dhe një recetë, do me thënë një fërges, tani është koha pranvera,
fillon, do me thënë, largua. Fillon të filloj vera. Edhe pak ditë në ndajnë nga fillimi i verës. Do të kemi, do me thënë, fërgesa të ndryshme. Do me thënë, me speca, me kunguj, me patlıcan, me këto perimet e stinës. Akoma dhe me bamje bëjnë fërgesa, Anila. Është bërë shumë i mirë. Është bërë i mirë? Ma falë që të ndërpres. Jo. Na thej një fjalë të mirë. Jo, doja të thoja mëse përdor të gjithë kulaçin për lakrorin, a lënë ta ham kështu me djathtë dhe mund ta konsumojmë edhe me kos. Atëre, për këtë fërgesë un kam përzgjedhur, domethënë që ta bëj me kunguj të njom sot, me një qep të njom, me pak domate, djathtë ose gjiz, edhe vezët që i kemi atje që na mungojnë, kri piper, vaj, gjalpë, si ta doni juve. Po këto janë përbërësi për të përgatitur këtë fërgesë dhe do të tregojmë pastaj më mbrapa mënyrën se si do të përgatitet. Edhe kjo është shumë e mirë, shumë e shijshme faktikisht si lloj fërgese. Këtu do të bëjmë qofte faktikisht e mund, të cilat do të jenë të mbështjella në patlıcan. Edhe do i pjekim kështu dhe do duken si sanduiç. Dhe nuk do shumë përbërës këtu. Këtu neve do të kemi tek pjesa e mishit, duaj që të shijojmë mishin me atë shijen e patlıxanit. Do të hedhim vetëm një kokër vezë, kri piper, edhe majdanoz të freskët, të grihol. Do të i përpunojmë mirë. Ato patlıxanët do t'i pres në feza, do i tregoj pak më mbrapa, do me thënë se si do të priten, do t'i vendosim në ujë të qëndrojnë, të thithin sa më tepër ujë të jenë të zbutura, që në momenti që do t'i bëjmë, do me thënë, pjekje në tigan, se do i bëjmë pjekje në tigan jo të skuqura, me pak vaj pjekje, të cilat do të na bëjnë shumë të buta, nuk do të na thithin vaj edhe do të na bëjnë shumë të shijshme. Do t'i tregojmë pak më mbrapa mënyrën se si do t'i përgatisim. Janë të thjeshta si receta. Të thjeshta, në fakt dhe shumë të shijshme. Edhe me pak përbërës. Edhe me pak përbërës. Mirë. Dere shumë të mirë, Anila. Ti kalojmë një sy recetave. Edhe pse shpjegimin që Katerina na bëri është shumë i qartë mbi atë që do të sjellim sot, megjithatë gjithmonë nevoja është të shohim të gjithë përbërësit për të mos harruar asnjë detaj që do t'i duhet recetave të sotme. Lakror me kulaç të thërmuar është receta e parë që ne prezantuam dhe në të njëjtën kohë kemi nisur edhe punën për ta gatuar. Na duan 4-5 copa të një kulaçi të bërë vet, 3-4 vezë, 150-200 gram djathtë, na duan 500 ml qumësh, 2-3 presh ose 2 tufa qep të njoma. Kemi gjalp vaj, kri piper dhe nenexhik. Ndërkohë që lexojmë edhe përbërësit që na duan për të përgatitur një fërgesë me kunguj të njom, gjiz dhe vezë, 3-4 kunguj të njom, 200 gram djathtë ose gjiz, 3-4 domate të pjekura, 1-2 qep të njoma, 2-3 kokra vezë, kemi vaj, gjalp, kri piper, majdanoz, nenexhik dhe kopër. Dhe receta e tretë për sot do të jetë qofte me patlıxhan dhe mish të grirë, do të na duhen 2 patlıxhan, 350 gram mish të grirë, 1 vezë, kri piper, majdanoz dhe vaj. Okej, janë të thjeshta të gjitha recetat dhe mbi të gjitha një pjesë e mirë e përbërësve është tek të gjitha. Ndaj vezët i kemi pothuajse tek të gjitha, erëzat e freskëta i kemi gjithashtu, që do të thotë ndonjëherë bëjmë një blerje ditore dhe me ato përbërës improvizojmë disa receta në të njëjtën kohë dhe kështu plotësojmë jo vetëm disa prej vakteve të ditës, po pse jo vëm pak përpara edhe idetë e gatimit që do të bëjmë ditët në vijim, se e dim që është gjithmonë një pikë pyetje se çfarë do të gatuajmë sot, çfarë do të shijojë familja, çfarë të sjellim diçka ndryshe. Kështu që me idetë e Katerinës ne plotësojmë javën, mëngjesin, drekën, darkën edhe na mbeten dhe ca receta madje për ditët caktuara. Atëherë të dashura mvisa, gjalp vaj lyeni ju me se të doni këtë, domethënë, por kur e them gjithmonë që kur kemi bulmet është mirë të përdorim edhe njërën dhe tjetrën, dhe mos më thoni kolesterolin dhe kolesterin edhe këto gjëra. Se ti thona? Jo, thonë dhe i herë. Po ne që kemi kolesterin çfarë të bëjmë? Po ju më nuk është se vinë tani, dëgjoni dhe këto literaturat e reja, kanë filluar tani të shtohet mishi më tepër, të shtohet gjalpi e këto, se nëna tona dhe këto me gjalp janë rritur, me thënë të drejtën. E rifnin ato dy bekun, edhe mbushnin një kërështë. Pa, i ka qenë gjalp, po gati. Megjithatë, ne ndaj edhe shumë shpesh i propozojmë dhe produkte që ne përdorim në studio, që t'ju orientojmë deri diku se çfarë duhet të përdorni. Gjalp kemi vez, kemi miell, kështu që i kemi të mira gjërat. Për lëktu e kemi lyer këtë, e kemi gati. Kje për ne kam lëna ashtu të zbute, tani këtë bukën do ta hedhim kështu, si për sheshin që bëjmë. Kjo është me thënë në mënyrë dhe nuk duhet prerë me thik. Me dorë sepse gjithmonë me dorë dhe kështu bëhesh në mënyrë tradicionale dhe ka një veti kjo pse bëhet me dorë, sepse kur bëhet me thik, ajo e lëmon thika. Shiko si e lëmon?
Pa. edhe nuk e lë, do me thënë të depërtoj, se si do të depërtonte në momentin që e presim kështu. Pa. Se kur e presim kështu, ajo, do me thënë, e lë, i jep atë shkrifërimin dhe jep të ajroset dhe të hynë në brëndësi lëngjet që ne do të përdorim, që do të thotë, kemi qumshtin, vezën, djatin dhe këto që do të... E kuptaj. Do e mbushim, do me thënë, do bëjmë shtresën e fundit me bukë, Pa. edhe pastaj do të hedhim qepët edhe kështu me radhë. Edhe do ta mbulojmë përsëri me një shtres tjetër të... Jo, nuk do t'i hedhim Jo, shtresën. dhe lëm ashtu të zbuluar. Okej. Mos ta bëjmë me shumë bukë, do bëjmë një shtres vetëm. Jo, po pyeta duke imagjinuar lakrorin, lakrorin. Edhe E thash ky mos është lakrori hapur. Okej. Lakror pangeror. Nuk e kemi atë të mbuluarin të dimrit. Okej, në rregull. S'ka nevojë për jorgan, vetëm çarçaf. Okej. Me furën si jemi, e ndezur, më duke... Pa shikoj më janë se mos. Pa e ngre vetëm pak temperaturën, edhe pse ka filluar të ngrohet disi, po t'i japim pak më shumë temperaturë që ta kemi gati kur ta vendosim në furrë që të fillojmë me një herë pjekja. Po, por duhet të përfund, do me thënë kjo është shtresa e fundit, duhet mbushur, do me thënë komplet tava, mos ngelet copza, do me thënë pjesë. Që kur të prihet, ajo ta ketë atë shtresën, po, e kuptoj. Se do ta bëj veza atë, qumshti, këto gjëra që do të hedhim brenda, do ta ndihmojnë që imagjino në fshat tani Anila të bëje këtë gjë, do me thënë me ato gjërat bio. Edhe pak. Prit tani se do hedhim edhe pak në energjik këtu, qoftë të thatë, qoftë të njom. Tani. Do me thënë, nuk i bëjmë bashkë për bërësit në tiganë dhe jashtojmë një herë, si shtojmë kështu. Shiko, më mirë e spërkatim kështu, është më mirë. Okej, mirë. Me thënë që ti spërkatim. Nuk e di ato gjyshet se si i bënin, i përzirin dhe gjitha bashka i spërkasin kështu se si do t'i spërkasun, po mendoj unë e sill nga ana ime këto tani. Anvisa le ta bëjnë si të duan, por që mua do të më pëlqente më mirë kështu, se më mirë spërkaten kështu. Ja i hedhim gjithandej. Mundohemi, do me thënë, t'i hapim në mënyrë të një trajshme. Ta këthim kështu. Po. Ja të marim pakës fare, se kanë gëtë Kati e ka me merak, mbetjet në tigan gjithmonë, o do shplajnë me pakës uj për t'i mbledhë të gjitha. Jam afër me Gjirokastrën, Arila, kështu që ka marrë pak nga ato zonja Mirë, po kjo nuk është vetëm çështje kursimi ekonomik, lëku, ashtu, po ti na ke thënë që aty ka shije, prandaj bëhet kjo. Po, prandaj, qapat e fundit. Qapat e fundit, po. Ja. Kaqë? Po, iku ajo. Tani? Tani më duhen vezët këtu, Anila. Po, marrim Ovital, kemi paketimin prej 15 kokrash të vezëve të jetës. Se ko do t'i provojmë, po... Unë s'kam dyshime fare për vezët Ovital, me gjithatë, ti respekto mënyrën tënde. Në fermën Ovital, çdo hap është i optimizuar për zojsht më të lumtur dhe vezët më të freskëta. Kompania Ovital fokusohet në prodhimin e vezëve. Në përputhje me standardet dhe kushtet e Bashkimit Evropian, flota Ovital garanton çdo ditë vezë të freskëta në të gjithë Shqipërinë. Ovital është standardi i cilësisë edhe në tregjet evropiane, Greqi, Itali dhe Kroaci. E sigurisht që edhe në Shqipëri mban vendin e parë të vezëve më cilësore, të shëndetshme e të freskëta. Kanti vazhdon dhe respekton testin në kuzhinë, por me vezët Ovital kote ke se nuk do dështojmë asnjë herë deri ku vijon këtu, dua të shohim të verdhën. Ja, kështu që po noton. Hidh të notoj dhe kjo? I bëjmë 3. Sa vezë na duheshe? Le të hedhim 4 më rikje ta bëjmë tamam. I hedhim, i kemi që i kemi, po. I kemi, hajtë të hedhim dhe 4. Edhe, hajde ja, 4. Shiko se sa të mira, ja. 4 kokra vezë. Tani. Lajmë, duar, fshim, duar. Krip nuk kemi shtuar më duket. Hodhëm të qepa. Hodhëm të qepa, edhe kulaçi ka në fakt. Edhe të veza, kulaçi ka, djathi ka, po do hedhim pak këtu. Po, qertë, mirë, t'jemi pak të kujdesshëm në fakt edhe me sesin e kripës. Gjithse, neve këtu, ca e ham, ca se ham kripën, unë jam me karar, kështu që tani trazojmë që do bëjmë si do bëjmë. Do bëjmë si do bëjmë, vërtet. Dhe i përshtatemi të gjitha shijeve. Hedhim
me thënë, pak kripë të vezët. Unë do t'i shtoj edhe pak piper të zi. Okej. Ndërkohë, në energjiku ne ku ja shtojmë në... Tani. Këtani. Okej. Tani se do pastaj do hedhim djathtin dhe këto që do mbullur. Kështu që unë e kam të freskët në energjikun, e kam lënë në ujë siç e shikoni, më pëlqen domethënë ti lë kështu edhe i lë në frigorifer dhe madje kam shumë kohë brenda dhe shiko se si qëndron. Veçse nga uji që unë e lë brenda. Edhe qëndron kështu i freskët dhe tani në momentin që e hedh, na jep një aromë shumë të mirë. E ndjen Anila? Si se ndjen? Tani që e pres. Këtë e kemi bio neve. E kemi fshati. Është dhe në sezonin e vetë, në fakt. Kështu që është fiks të me thënë. Kështu që në dimër, e ruaj, e përdorim të thatë. Ose i ruajmë në ngrirje gjatë verës, në ato kubikët e vegjël të akullit, ka mënyra. Madje me energjik ose majdanoz ose kopër, ka variante interesante të ruajtjes të tyre në kubikët e akullit në frigorifer me vaj ulliri sipër. Dhe kur ja shtojmë gatimet, kemi edhe vajin, edhe erzat e freskëta. Kemi dhe djathin. Tani hedhim edhe djathin. Okej. E pse mos të bëhet e mirë kjo tani? Ja thua mua ti me Gjitha i ka. Edhe kombinime shihesh perfekte në fakt. Kështu që s'kam pas faj ato që bënin këto riciklime, do me thënë. Nga një kulaç, ato që ngereshin ua bënin kështu, lakror. Pa pet, pa gjë, por një shije fantastike. Që është e vërteta, mua ma thanë këtë lloj recete. Ashtu? Po, e bëjnë zonjat myzeqare, i përshëndesim dhe i falenderojmë për recetën. E provova, më shijoj shumë dhe thash që po, unë do ta sill edhe në studio për ta përgatitur edhe zonjat e tjera, jo vetëm ato myzeqaret, që janë shumë të mira, por edhe dhe gjithë që ta bëjmë është, si thua, një gatim shumë i mirë. Më pëlqejnë këto shkëmbimet e recetave që zonjat bëjnë me njëra tjetrën, sepse çdo krahin ka ato karakteristikat e veta në gatim. Kështu që mund edhe të na i dërgoni. Unë e di që ju komunikoni me Katin shumë shpesh, por në të gjitha mënyrat e tjera të kontaktit me ne, që nga YouTube e në të gjitha platformat e tjera sociale, mund na dërgoni recetat tuaja që i keni për zemër, edhe të na tregoni se si gatuhen, dhe t'i ndajmë kështu nëpërmjet Villa 24. Ja, ky është kanali edhe i emisionit. Kjo limonata me petale të rëndafili pashi ishte pëlqyer shumë, Kati. Ka një lloj nostalgjie në fakt për këto recetat e vjetra, që përveç shijes kthejnë edhe kohën pas. Patjetër, ti jeni të sinqert, le t'ua tregojmë këtë neve që kemi pasur këtu në studio. Cilën? Çfarë kemi? Të që lam në studio, shiko se si na u bë. Ajo që përgatitëm këtu. Atë që e vendosëm të shiko. Petalet morën ngjyrë tjetër dhe kjo mori atë ngjyrë tamam. Vajti një javë. Po, shbërë që kemi në këtu brenda dhe kemi tani gati për ta konsumuar. E kullojmë, i hedhim sheqer brenda sa duam ne. Dhe konsumojmë me akuj dhe me një gjethe, do me thënë, petale brenda, na duket edhe pak bukur, si një koktejl. Edhe shijojmë, do me thënë, kaq mirë javë kjo që ne bëm në studio. Dhe sa të bukura janë kështu dhe edhe në pamje më pëlqejnë shumë. Okej, mirë, e finicim. Por Anil, më duhet të hedhim dhe pak vaj. Shiko se sa mirë bëhet kjo. Po pra. Tamam pranë verë. Tani, ne këto e vendosim në furr, e themi pak edhe temperaturën e pjekjes, Katë? Po, temperatura e pjekjes si gjitha lakrore, 180-200 gradë varet, do me thënë dhe nga lloji i furrave, dhe për 25-30 minuta do ta keni gati. Do ta shikoni kur merr atë ngjyrën e mirë, qumshi, vezët ato do t'i japin një, si thua, një rritje volumi, dhe do të kemi një lakror të shpejt, por shumë të shishëm dhe të dikurshëm, nga gjyshet myzeqare. E çojmë në furr dhe ndërkohë si pas kohës i bie që ne do ta kemi gati diku rreth orës 9:45-50. Do ta kontrollojmë her pas here, por brenda minutazhit të kuzhinës lakrori do të jetë gati. Dhe që ti kemi gati të përfunduara edhe recetat e tjera, mendoj që kaq kohë sa kemi në këtë pjesë të parë, ne le të nisim një tjetër recetë. Do merremi me qoftet këtej apo me fërgesën, Kati? Shiko, qoftet faktikisht duan prerë patlıxhan t'i vendosim në ujë. Unë them le të fillojmë dhe me fërgesën, s'ka problem. Fillojmë me fërgesën se këtë prerjen edhe qëndrimin në ujë e bëjmë dhe gjatë reklamave. Mund ta bëja edhe unë, por nuk jam e sigurt se në çfarë lloj
formati e do prerjen, kështu që të mos qoj pun dë, meremi me fërgestan. Gjiz, kunguj, qep të njoma, domate të freskët, do të kemi gjithashtu edhe erza të freskëta, kripa dhe piperi, vaj i ullirit, do t'jenë pjesë e recetës që do të pregatisim tani. Pastrojmë dhe tryezën. Puna do të nisë besoj me qepët. Po. Me gjitha të anila shikon që ta tregojmë një kështu patlıcan. I tregojmë, okej. Ose bë vetëm njërin ti ta shohën si bëhet dhe unë bëj tjetrin ndërkohë ti merru me... Atë po them. Tani, se ku kemi pas një letër guzhinë, po s'ka që po fshim pesetën e guzhinë. S'ka problem. Po ta kemi në aneks, ka ti. Ajo është e keqja. Kemi dhe anekset dhe këtu edhe, i bajmë dhe vendosim dhe andej. Tani baj këtë këtu për momentin. Shiko, unë gjithmonë e bëj këtë, se kjo më ndihmon, do me thëmë, për pjesën e... Ja, bëjmë këtë vijen e parë. Aha. Okej. Dhe tani i presim kështu hollë, në fetza. E, kuptoj. Tani mund të merri një thikë, ja kam atë thikën tjetër, po... S'ka gjë. Në kemë mbarti? Unë se kam problem, dhe me njërën dhe me tjetër në bëj. Problemi është që të priten kështu, në këtë traj. Ja. Dhe do t'i vendosim do vendosim me ujë me krip. Ne jenë me ujë me krip dhe duhet t'jenë kështu, do me thë mos jenë shumë të plota. Se do ju tregoj se pse duen kështu. Okej. Kështu që rini me ne, të shikoni se pse duen kështu patlıcan. Do thoni vërtet, mua e Katerina që kanë vërtet të mira, dhe kur do t'i shioni, atëre do thoni që pas kishtë drejt. Edhe një do nxjerrim, tani këto që ngelin, se tani kjo e fundit nuk bën, nuk mundet do me thënë që ta bëjmë në këtë mënyrë. Ata e përdorim për mbushje? Jo, këtë tani hajdes le ta bëjmë se... Varet se sa patlıcan do keni në shtëpi, kupton, dhe sa mish do keni. Kjo bën. Po janë më të vogla, nuk bëjmë, sepse nuk palosen. Do të shikojnë që se si do t'i palos. Këto se këto fillojnë gjyrosen me një herë, kështu që... Duan ujë edhe krip anil. Pa. Shumë mirë, falenderoj dhe ti unë anil. Kështu që, këtu neve fillimisht filloj me patlıcan, më falni, me kunguj, se në bëmëndja patlıcan tani. Nuk ka nevoj që të kun, se heti gani, i hedhim do me thënë kungujt fillimisht, dhe shtojmë edhe vajnë. Edhe krip që të na zbuten. Kati, do të bëjmë patlıcanin tjetër, apo në mjafton vetëm një? Ne na mjafton, do ta bësh? Jo, nuk dua ta bëj, mendova mos e doje ti gati. Si të duash? Jo. Nëse na del kaq, thjesht i vendosim në ujë me krip. Me krip. Do t'i lëm kështu. Tani këtu, te këto, ne do hedhim kripën. Dhe kripën do ta hedhim, do me thënë, në 2 momente, se do t'jetë momenti tjetër që do të shtojmë, do me thënë, edhe këto përbërësit e tjerë. Pak piper. E të razojmë që të na zbutin. Nuk hedhim vaj, që t'i mbysim në vaj, që të na skuqen. Duam të piqen dhe të zbuten me pak yndyrë. Jo me shumë yndyrë. Nuk ka nevoj. Momenti që do fillojnë që të na zbuten këto, do hedhim dhe domatet, të cilat tani në fillon koha e domateve, do me thënë që janë më të stinës, më të pjekura, më të shijes domateve tani. Nuk janë ato domatet e dimrit. Kanë tjetër shije domate tani, prandaj dhe përdorin shumë fërgesa tani në kohë, do me thënë fund pranverë dhe gjithë verën. Domatja është, si thua, perimja kryesore për çdo lloj fërgese që neve përgatisim. Qoftë me spesa, qoftë edhe me domate, qoftë edhe do të sjellim edhe gatime me këto perime të mbushura, me spesa, me domate, me pak oriz, mund t'i bëjmë me mish, mund t'i bëjmë pa mish, që mua më pëlqen me pa mish. T'i bëjmë të mbushura spesat, ose dhe domate dhe këto, duke vendosur në një patate, do i sjellim se janë të stinës, po patjetër. Patjetër që do i sjellim dhe në mënyra të ndryshme. Edhe spesat në mënyra të ndryshme, se si mund t'i sjellim, do me thënë të mbushura me djathë, me në i fet domate, dhe pastaj t'u bëjmë një salcë, se t'u hedhim sipër dhe del një pjatancë shumë e mirë, do me thënë për të shijuar drekën tonë. E me në një kosë apo me një dhall, edhe do me thënë se gjithmonë ajo vera do gatimet të cilat janë të lehta dhe të stinës. E vërtet. Madje, kanë nisur temperaturat e larta, që do të thotë. Kemi nevojë, do me thënë, për të tilla gatime. Gatime të lehta, gatime, do me thënë, kështu që janë
Pritë më një se shiko, që bërë. Qarke? Jo, kisha ngritë këtë tjetën dhe kisha ullë të parë dhe thash pëse s'po merë kjo. Okej. Tani e sistemua, me reguam, do mari për para. Sa të më zbuten pak, më brapa dhe se do shtojmë qepën e njën, do shtojmë edhe domatet, në fund fare kur do t'jenë bërë gati domatja, qepa dhe kungujt, do të hedhim edhe atë qoftë gjizë, qoftë djathë, qoftë të dyja bashkë. Do me thënë, do të thotë mix, qëfar të keni në shtëvi, qëfar t'ju ndodhit, nuk është e thënë se duhet vetëm me gjizë, vetëm me djathë, nuk ka, në kuzhinë, kjo është, do me thënë, që të bëjmë me ato që kemi në shtëpi, me ato që na ndodhin. Dhe të nxjerrim një rezultat të mirë, një gatim të shishëm për vaktin e drekës apo edhe të mbazites. Këtu unë do të hedh edhe këtu një copës gjalp. Ma dje do të alë këtë tu anila, që të më shkri, nuk pëson gjë fursha, që të më shkri të iki ajo pjesa e gjalpit që lyej të më tavën. Edhe do të shtojmë pastaj edhe qepët e njoma. Se filluan. Shëndet muli. Gëzonit. Okej. Ashtu. Ja ku e kemi Dhe do t'ju them recetën. ambisave se shiko, po. Anila se shiko tani, unë i kam prer hollë, do me thënë këto. Shiko në fezat të holla, gjë që na mund të shikojmë një qikë të mos kemi nevoj për të ullur gjë E temperaturë. kemi në fakt, po, se ishte e lartë që vendosa unë për të ngrohur. Diçka më ashu andej. Dhe tani në këtë kohë kungujt, do me thënë që janë shumë të njomë, zbuten shumë shpejt. Edhe prerja atyre pasaj që është bërë në këtë trajt, shiko se sa të holla janë bërë, gjë që... Gjë që bënë të na pikjen shpejt, do me thënë, ka vërdisin shpejt, në regull. Hedhim dhe qepët e njoma. Edhe ikim. Edhe këtu shkon tani kopër, majdanoz, qëfar të doni juve si erza, jo se edhe nuk i shkon edhe në energjiku, por unë do përdor kopër dhe majdanoz, se më pëlqen më shumë, do me thënë të kjo, dhe do të hedh në momentin e fundit. Kopër mund të shtojmë edhe tani. Po më thuaj Nila, nëse është koha për pikur, mund t'ikim dhe i presim ambisa. Ne s'do bëjmë gjë gjatë kohës së shkëputjes. Thjesht do t'i lëmë, do me thënë të zbuten në zjarë të avashët. Në rregull. Mirë, do kthehemi prapë në pjesën e dytë në kuzhinën tonë për t'i mbaruar recetat, kështu që ju mos u largoni për asnjë moment. Me shumë dashuri vazhdojmë presim në këndin tonë të gatimit. Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi live me një mirëmëngjes tjetër për ju që zgjojni vonë, vetëm tani jeni para ekranit, kështu që po ju kujtojmë se sot kemi nisur 3 receta shumë të shijshme dhe tradicionale, të cilat ju propozojmë të mësoni e të përgatisni edhe ju në familjet tuaja, njërën për të cilave e kemi vendosur në furrë për të pjekur, sepse është një lakror, ama një lakror krisisht ndryshi, realizuar jo me pet, por me një kulaç të bërë vetë me miell gruri dhe miell misri. Tani po përgatisim një fërgesë pranverore, të thjeshtë dhe shumë të shijshme, e më pas do të përgatisim gjithashtu dhe një variant të qofteve me patullxhan me shtresa, të cilat do duhet të na ndiqni deri në fund për ta parë, e natyrisht edhe për ta mësuar se si gatuhet. Shumë e thjeshtë kjo fërgesa, mjafton të keni kungujt e njomë, në një qep të njomë, edhe një 2 domate, 2-3, këto hidhni do me thënë vetë sa doni juve, edhe po t'i shtoni 3 nuk është se i bën dëm, përkundra se shije jep domatja, tani në verë. Filluam me kungujt fillimisht, me pak kripët që të na zbuten, më mbrapa hodhëm atë qepën e njomë dhe, siç e shikoni, kam shtuar dhe domaten për arsye se dua që të arrim edhe kohën për ta përgatitur dhe ta treguar të përfunduar. Është në momentin që këto janë bërë gati, sepse tani gjiza nuk do të qëndroj shumë, unë kam gjizë edhe djathë, i hedhim të dyja, edhe i përhapim kështu, do me thënë që të na shkri pak. Dhe mendova, përveç se gjizës dhe djathit, pse mos t'i hedhim dhe një 2 kokra vezë, ta bëjmë akoma edhe më të plot. Kështu që, sa shikoni me njëherë fillon gjizë edhe djathi të shkri.
shumë e shishme duket. Shumë e shishme, dhe me këtë kulaçin që kemi neve këtu, do t'jetë akoma edhe më e shishme. Kështu që kur bëni fërges, bëni dhe një kulaç shpejt e shpejt, sepse nuk do shumë punë, nuk do shumë kohë. Anila më duhen edhe një 2 vezë, me që thamë që do t'i hedhim dhe një 2 vezë, le t'i hedhim dhe një 2 kokra vezë sot. E kemi pas punën me vezë. Edhe me thënë të drejtën, nuk do t'i... Edhe këtë e kanë të fort. Lëvozhgën. Lëvozhgën, po. Shiko, unë i hedhë se kam të drejtë. Prandaj dhe i hedhë. Se mos të kisha të drejtë, nuk do t'i hedhja. Ashtu, të heqim edhe këtë se s'na dohet. Do t'i përzim, se ajo gjiza nuk do shumë kohë që të qëndroj brënda, dhe t'ja pak temperaturë që me njësa të hedhë dhe vezët, të kryoj dhe me thënë atë. I trazojmë si duket ajo Anila, se avash vjen dhe koha për të hequr. Nuk e di nëse duhet a vendose edhe pak nga poshtë, apo s'ka nevojë. Si për Ta më duket... vendosim thua, pak? Një 5 minutë? E vendosim fundja. Qem një 5 minutë. E vendosim fundja që të ashtu, pak piper këtu. Edhe gjithmonë tek veza, unë hedh pak krip, e kam thënë gjithmonë dhe e them, më ka rezultuar që kur hedh pak krip vezës, po duke si kur i heq atë aroma, dhe faktikisht, kripa bëj një reakcion kimik. Nuk janë kodë, me thënë, kimia nuk është kodë, kimia është shkencë më vete. Kështu që edhe në kuzhinë kimia është shumë, ka shumë të bëjë, me thënë, me produktet ushqimore. Nëse më duhet hedhë edhe kështu, rreth e rrotull. Unë do t'i vendos këtë kapakun, me thënë të drejtën që të më piqet, edhe mos të... Ashtu. Sa të filloj do me thënë që të piqet, do të heqim kapakun, do të servirim në kohë. Po? Laj pak duar me... Do të merremi tani me... Me qoftet. Me qoftet, me patlıcan. Po? Le të bëjmë këtë brumin. Të lutem Anila, ma hedh një kokër vezë moti tani me që unë pastrova duar, edhe unë të hedh një kokër vezë këtu. Aty brenda, direkt. Po, po. Edhe këtë majdanozin. Këtu? Po, po, hidhe. Jam i sigurt për vezën, ja, shiko. Unë të them që jam shumë e sigurt. Po bësh, shiko, me tamam ka dal dielli edhe edhe krip të lutem dhe piper. Edhe pakës krip. Da më shumë? Hidhi dhe pakës. Ashtu, shumë faleminderit. Edhe pak piper dhe pak vaj. Shumë faleminderit. Edhe pak vaj edhe do ta përpunojmë. Tani, si pas dëshirës, mund të shtoni dhe mix erzash juve, si të doni, dhe më thënë, janë ato aromatike. Në rregull, faleminderit tani. Ato erzat e tjera aromantike, që nëse doni juve që të plotësoni shijen e mishit, por kur keni një mish të mirë, prandaj themi merrni pak edhe sakt, nuk ka nevojë të shtoni asnjë gjë. Mbani atë shijen e mishit, proteinën që ka dhe vitaminën C, dhe jeni në rregull. Tani këtë përzierje e bëjmë dhe do të ishte mirë ta lënim të qëndronte. Mundësisht, këto lloj, do me thënë, kur pregatisni mishin e grirë për qofte, për çdo lloj qofte, edhe për këtë mënyrë, mund ta lëni, do me thënë, një natë më përpara në frigorifer. Po. Të qëndroj dhe pastaj bëhet më i shishëm. Më i shishëm. Sipas dëshirës mund të shtoni edhe pak uthull brenda këtu, sepse e zbut mishin, ose jo e qumësht, edhe qumshi e zbut. Edhe qumshi e zbut, edhe e uthulla, i jep edhe tjetër shije, por është ajo që themi që zbut inet e mishit dhe na e bën akoma edhe më të butë dhe nuk na e bën të fort. Nuk e forcon. Dhe ajo që nuk e forcon është koha e zgjatjes së qëndruarit në momentin që e kemi përgatitur, do me thënë e kemi marinuar në këtë mënyrë. E bën akoma edhe më të mirë. Ja. Anila, ajo duhet jetë gati, besoj. Ta shohim një herë? Kapakun, po? Do t'i hedhim pakës vaj sipër tani. Ja, hodha. Në rregull. Unë laj duar tani një herë për fillimisht. Përgesa është gati. Ta fik sobën? Ta lënë temperaturën? Do vendosim patlıcanët këtu. Ja, do marrë dhe tenxherën tjetër, e kuptova. Okej. Në rregull. Të marri një kështu, do vendosim këtë tenxhere.
tani, kjo hahet me çapa. Nuk është ajo që do me thënë të kërkoni. Edhe me kulaç. Po, sigurisht, mos mendoni tani të prisni që të bëhet ajo veza, si omlet. Kjo është fërges. Omleta është ajo që qëndron veza kështu, e plot, sipër. Tu tani duam që në momentin që ashtu të përzihet dhe të ketë një, si tu është një lloj kremoze. Ajo është ndryshimi i omletës me fërgesën. Heqim neve tani, do t'alëm këtu për momentin, s'ka problem. Këtu, e kemi të kryer, pa tjetër. Për pak do të nxjerrim edhe laprorin. Marri temperaturë dhe sa jo të më marrë temperaturë, unë heq këto patlıcanët. Një vendosim në një letër kuzhine. Tjetër me letër kuzhine, të thithet ujë i tyre, vendosim tenxherën në ngrohje. Të heqim edhe këtu. Kjo është një recet që përfundon në tigan apo në furrë? Jo, në tigan. Në tigan. Në tigan, nuk ka nevojë. Kjo fillon dhe përfundon në tigan. Kjo do të thotë, sa ajo të na bëhet gati, nuk ka nevojë edhe pse kanë pak lëngje, nuk ka problem fare, aq më mirë i bëjnë lëngjet. Kjo do të thotë, do të marrim edhe bëjnë si sanduiç këto, Anila. E kuptoj. Mendova se vendosi një tjetër sipër. Kështu bëhen, no? Kështu bëhen, po le t'i hedhe pak mirë se dëm si bën mishi. Dhe do piken ato sepse i vëm 3-4 minuta nga njëra anë, 3-4 minuta nga ana tjetër, dhe pastaj vendosim kapakun. Kapelën, mirë. Kapelën e tenxherës, nuk kam faj. Vendosim kapakun dhe e lëm me kapak edhe 1-2 minuta, do me thënë që si temi neve, zbutet, edhe bëhet ajo pjekja me avujt e vetë. E kuptoj. Por bëjnë shumë të mira, ja këto janë sanduiqet. Qofte t'i themi sanduiqet, t'i themi si të duam i themi. Qofte me patlıcan sanduiq. Por kur e vendosë në atë, ajo që ndronë, me thënë atje. Sa po të fillon zbutet nga temperatura. Po mirë, lëra është për momentin, në fakt me disa kruajtës se dhëmbësh do të mund të qëndron të mirë, ajo po për momentin nuk besoj se i gjejmë dot. Nevoj, sepse unë sa do t'a vë, nga një anë do t'a kthej dhe nga ana tjetër, po duaj që të marrë formën. Po mirë, bëjmë edhe 2-3, nuk ka gjë, lëra është për momentin, bëjmë edhe 2-3, që kur t'i vendosim në tigan, të filloj skuqja e tyre në të njëjtën kohë tek. Tani, për punë e mishit, hidhni juve sa të doni, por që një shtres duhet, nuk duhet edhe shumë. As ta teprojmë, po dhe jo t'jetë dhe bosh, se zoam patlıcan, doam edhe mishin, ja kështu. Edhe e kthejmë në këtë mënyrë. Kur vendosim prap brënda, e palosim prap. Qofte me patlıcan, po sjellim tani dhe mish të grirë, na duhen 2 patlıcan, 350 gram mish të grirë, 1 vezë, krip piper, majdanoz dhe vaj. Ndërkohë, fërgesa me kunguj të njom, gjizë dhe vezë ka përfunduar së gatuari me 3-4 kunguj të njom, 200 gram djath ose gjizë, 3-4 domate të pjekura, 1-2 qep të njoma, 1-2 vezë, na duhet vaj gjalp, krip piper, majdanoz, nenexhik dhe kopër. Dhe lakror me kulaç të thërmuar, ne sapo e nxorëm nga fura, është përgatitur me këto përbërës: 4-5 copa kulaç, 3-4 vezë, 150-200 gram djath, 500 ml qumësht, 2-3 presh ose 2 tufa qep të njoma, gjalp, vaj, krip, piper, nenexhik. Të gjitha recetat ju i gjeni pak minuta më vonë së bashku me të gjithë videon e plot të gatimeve tona duke klikuar në kanalet tona zyrtare në YouTube. Ky është kanali zyrtar i Vila 24, me këtë emër dhe me këtë logo e gjeni duke klikuar pikërisht në YouTube-in tuaj, e natyrisht që është kanali zyrtar i News 24, ku gjeni gjithë shka të përditshme që ndodh në 24 orëshin e televizionit, dhe natyrisht që faqja më e madhe, më e preferuar, ajo që sjell të gjitha informacionet nga vendi, nga bota, që nga lajmet e ditës e deri tek informacionet më të lehta të showbizit, mbetet Balkan Web, edhe aty gjeni gjithashtu edhe recetat tona të ditës të detajuara me përbërësit, me video të cilat shpjegojnë mënyrën e gatimit dhe gjithçka që do t'ju duhet. Pra nëse tani po e shikoni një nga recetat tona dhe doni të dini se çfarë ne kemi bërë. E natyrisht që mbeten edhe rrjetet sociale, Facebooku, Instagrami, pra kemi pa fund alternativa nëse humbisni live-in çdo mëngjes në News 24. Edhe e morën formën. Po. E morën formën. Kati, pa i ndyrë jemi aty? Fillimisht. Okej, se po lexoja recetat dhe nuk të pash. Edhe
Okej, pra fillimisht në një tigan që nuk ngjit, po pa i ndyrë. Po. Sa të marri pak E formën. lëm fillimisht tiganin, do me thënë, që të na ngrohet, duhet që me njëherë që i hedhim, ajo të filloj, do me thënë, të marri temperaturë. Dhe i vendosim nga njëra anë, pas i kthejmë nga ana tjetër, duke shtuar edhe vaj, dhe në fund fare thash që do t'i kthejmë, do me thënë, do t'i vendosim kapak. Okej. Kjo recet më duket interesante edhe si mesore tryeze. Pra në një pjatancë të bukur mund t'i rreshtojmë pasi janë gatuar patlıgjanet me mishin e përpunuar të qofteve në brëndësi dhe mund t'jetë një formë interesante për ta shtruar bukur atë tryezën tuaj. Pa diskutim që mund të jetë edhe një vakt të dite, sepse i ka të gjitha brënda. Ka mishin, ka erzat, ka perimin që është patlıgjani në këtë rast. Bëjnë shumë të shishme, që është e vërteta, dhe shijojnë mjaft mirë. Tamam ashtu si që the Anila, për mesore. Mund t'i bëjmë mesore, të cilat mund t'i shoqërojmë akoma edhe me kos. Me një kos të kuruar me hudha, patlıgjani shkon shumë me kosën, edhe shkon shumë dhe bëjmë vërtet shumë të mira. Okej. Tani ne do t'i kthejmë. Do t'jesh pak kujdes në fillim, sa të marrë atë formën e vetë, pra do pak durim vetëm kjo pjesë. Në pjeki. Tani do t'i hedhim edhe vaj, sepse duhet ndihmuar edhe me vaj. Por, si që e patë, do me thënë, prandaj vendosen patlıgjanët në ujë me krip, me qëllim që ato, do me thënë, të thithin ujë, të mbushen me ujë dhe të mos ke nevojë, do me thënë, pastaj për të thithur vaj më tepër. E qartë. Kështu që deri tani jemi mirë, do me thënë, për punën e patlıgjanit, do t'i lëmë, do me thënë, të bëhen, do me thënë, nga njëra anë, do t'i kthejmë edhe nga ana tjetër, do t'i vendosim edhe kapakun, do t'i lëmë edhe me kapak 2-3 minuta dhe pastaj më mbrapa do t'i kemi gati për t'i serviru. Ndërkohë, le të servirim atë Anila fërgesën. Fërgesën me kunguj, po. Kemi 4 minuta kohë nga ky moment. Fërgesa, faktikisht, do të më pëlqente ta servirim, janë ato, si të thua që në prebarte. Që janë tipike të fërgesave. Janë tipike të fërgesave dhe serviren mjaft mirë, madje mund të më thënë edhe të qëndrojnë, do me thënë, të vendosen edhe në furr. Po, t'ja japim dhe një faqe të fundit, si shtemi, edhe në furr, pasi është gatuar. Kemi në ato tenxheret e vogla, faktikisht. Po tani, le ta sillim, do me thënë, në mënyrë më të thjeshtë. Shumë mirë më duket, e shishme nga syri, edhe aromën e ka po kaq të mirë. Një zbukurim të fundit të pjatës, dhe jo vetëm zbukurim, po edhe shije në rastin e erëzave të freskëta. Edhe bëhet shumë e mirë dhe thamë që shoqërohet edhe me kulaç, por jo vetëm me çfarë, do me thënë, e bukur. Të lumë shënduar. Faleminderit e dashur. Ta vendosim diku këtu. Edhe kjo, do me thënë, është bërë shumë e mirë, se keni denë se sa shije të mirë që ka, do me thënë, nga djati, nga në energjiku që kemi hedhur brënda, vezët, qumshi, kulaçi që ka një tjetër shije dhe është tjetër gjë, do me thënë, kjo lloj recet, dhe kjo shoqërohet shumë mirë me në një gotë dau, me në një gotë kos. Me një salat të thjeshtë, jeshile. Me një salat pranverore, tamam Anila më kujtove, do me thënë, shumë mirë do të shkonte me një salat jeshile, sepse këtu kemi, do me thënë, jeshile, atë salatën e fshatit. Kemi për të përfunduar në këtë 2 minutësh edhe patlıgjanët, me aq kohë sa kemi, ndoshta do t'i lëmë në tigan dhe nuk do kemi mundësi t'i shërbejmë në pjatë, megjithatë, ne do t'a shpjegojmë deri në fund. Edhe nëse mënyrën se si bëhen në këtë mënyrë. Ja, kështu. Pak vaj do t'i ndihmoj, do me thënë, përsëri. Nuk është se kemi hedhur shumë vaj, shikoni që tigani, do me thënë, nuk mban shumë vaj. Do t'i vendosim edhe kapaku, nuk e di nëse i kemi lexuar recetat, i kemi thënë. Tani jemi drejt mbylljes, Kati, kështu që duhet themi fjalët e... Nuk kemi mundësin, do me thënë, asë që le të servirim dy, do me thënë, që të tregojmë se si janë. Okej, në rregull. Vetëm 2 në pjatë për t'i parë edhe ju kështu, se si do të duke në tryezën tuaj.
shumë e thjesht në përgatitje, pa ato xhanët në fetëza, pak minuta në ujë me krip, ndërkohë që ne përgatisim atë brumin e qofteve. Faza e fundit është kjo që vendosim kapakun, i lëm deri në 4 minuta, domethënë me kapak, që ato ta vullojnë dhe të, si thua, piqen edhe në brendësi. Okej, i shërbejmë kati se nuk kemi më kohë. Neve do t'i shërbejmë kështu, sigurisht që do t'i rikthejmë në i hegjim dhe do t'i rikthejmë për të treguar, do me thënë edhe një herë, dhe këtu majdanoz kemi pasur, Ja, e kemi të grirë, po. grirë. Pak majdanoz dhe i keni gati. Dhe kështu, pjantat përfunduan për sot. Të lumshin duart Katerina dhe faleminderit. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina, mirupafshim. Kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim dhe miruptakofshim nesër këtu me receta dhe ide të reja. Patjetër, për të mbyllur javën edhe të premten me ide të cilat na shërbejnë të gjithëve. Të lumshin duart, të uroj një ditë të mbar. Faleminderit ty. Shkojmë tani në publicitet, Vila vazhdon, do të rikthehemi përsëri me të ftuarën e parë për sot. Gjithçka prezantohet pas reklamave.